Sëmundja e shëndetit mendoj. Aja filloi me 1 maj vitit 2021 dhe përfundoi me 22 në qershor të vitit 2022. Për aty unë kam marrë terapien e psikiatrëve, hoxhallarëve, kur humba gjithë ndjenjat e shpirtit, nuk e njofta babën tem, nuk e njofta nonën tem, është plot sfida. Jetoje jetën që ti ke qef me jetu, puno më pak, krija kohë me familjen me jetu, gjatë që jesh i lumtur. Lumturia është mbi gjitha. Përshëndetje. Si je? Ai mirë, çuçi. Si po kalon, a je mirë? Mirë. A je lodh? Jo shumë ka A pak. je kincet? Jo, më pas nxeht unë veç e heki e lekun edhe domethënë Verra ka bozoti. Elhamdulillah. Për kajt mëra jenë? Unë vi pe traditas shqiptare. Babgjyshin e kam vraniqit Suarekës. Unë jam po. Unë jetoj në Shtime, jam venali i Shtimës. Historia jam është shumë breslënse, rrëfyse, domethënë edhe do të më shoh libër për historinë time. Tërgo pak që të rrëfimin historisë tënde. Unë jam një djalë i 24 vjeçor, i lindur i rritur në Shtime edhe pa vizituar Evropën ende. Kam qef ta vizitoj komplet botën, cep për cep, e qëshëm qësh, që ka thonë Albini në sondazhin e vetë. Po shkurt e që pa kam emocione, edhe pse emocionet mira janë këtu, që po takoj një intervistë parë temën 60 sekundë, ose 1 minutë që e kusur. Historia jam ka fillu i vogël i halit. Edhe ka shku deri te mbushja mendve në moshën 2024, krijimi i zhvillimit ndërmarrësisë suksesshme. Zhvillimi i ndërmarrësisë suksesshme bën pjesë për njëri për atyre Trump ose Elon Musk. Understand me? Okay. Unë kom pas hekat ndryshme, vështirësitë ndryshme me arrit qëllimet jetësore, edhe halo si kom arrit qëllimet, inshallah don Zotin në të ardhmen, jo vetëm unë, po gjithë njerëz të suksesshëm, gjithë njerëz me ëndra me arrit sukseset e veta. Inshallah don Zoti më po hapet për të mirë, nëse ke edhe ndaj pyetje. Prova më e madhe i kallëzove hekat që ke pas. Çfarë kanë jetën tënde? Sëmundja e shëndetit mendoj. Kur humba gjithë ndjenjat e shpirtit, nuk e njofta babën tem, nuk e njofta nonën tem. Për ta dhe vijem pak emocionu. Jemi emision, kuptojmë, ke emocion, kuptojmë. Kemi kaluar periudha, ka njerëz shumë që kanë kaluar. Të gjithë. Shumë që emocionon, po dash Zotit mos përsëritën më këto. Kur ndodhi kjo? Jo, kjo ka ndodhur, kjo betejë ka filluar qyshin isha duke punuar në kompani. Aja filloi me 1 maj vitit 2021 dhe përfundoi me 22 në qershor të vitit 2022. Për aty unë kam marrë terapien e psikiatrëve, hoxhallarëve, edhe tani jam elhamdulillah Zotit, foli 5 vaktet, agjeraj Ramazanin, agjeraj ditë nafile, foli namaz nafile, familjen e kam shëndosh mirë, nona ka pakosh me smundje të lehta, kronike, jo diçka serioze. Allah i dash që as kanë mos e po smut, as mos me po diçka vështirë. Ata që familja li komunoj nonat kur s'kam qenë mirë. Po. Ç'është ndodhi kjo praktikësia me familjen? Praktikësia me familjen ndodhi këtë papritë pa kujtu, kur unë humba ndjenjat e shpirtit, nuk e njohja veten. Unë kam menduar se baba im ka vdekur kur e marrë në shtëpi, por elhamdulillah që sot i kam 2 prend gjallë. Edhe elhamdulillah Zotit që më ka folur një tip që e don Zotin, e don familjen, e don policinë, e don shtetin, e don shoqërinë. Rrugë Zoti, am dërgon kur domethënë mbasi që i kalove këto sprova, a e bën më fort? Shumë. E fuqishëm jam mbi supet e mia që kam njerëz domethënë Elon Musk, Trump. Njerin më të pasur në botë, edhe njerin më të fuqishëm në botë. A mendoj që ka përfunduar jeta mbasi këto sprova shumë? Jo asnjëherë. Jo, jeta përfundon me vdekje. Dhe vetëm vdekja do të më friksu, edhe faktikisht s'ma më friksu herë se të gjithë jemi asaj udhe, ata kanë shku para neve, ne do të shkojmë pas tyre. A mendoj që njerëz në këtë botë, njerëz të mirë sprovohen? Njerëzit e mirë sprovohen. Edhe është fakt i përmendur në Kur'anin famuljar, Allahu e pas mëshiru Muhamedit alayhis salam, edhe Zoti na i fal të mirat. Doni mesazh gjithë të rive që në sprovu si ti, një këshill më ia dhon, mi bot fort, pasi që kanë kalu këtë sfidë të madhe. Çfarë kishë thënë? Jeta është plot sfida. Jetoje jetën që ti ke qef me jetu. Puno më pak, krija kohë me familjen me jetu. Zgjat jesh i lumtur.
Lumturia është mbi gjitha. Rrit zoti, përshëndes, kalofsh mirë.